Ylli shqiptar CS2 Din Makazi Shaqiri fiton ESL Pro League dhe shpallët MVP. Ylli shqiptar i Export Din Makazi Shaqiri ka shkruar historinë në skenën ndërkombëtare të lojrave elektronike pasi ka fituar turneun prestigjioz ESL Pro League Counter-Strike 2, ai triumfoi me ekipin Natus Vincere, i cili në finalen në madhe mposhti Aurora Gaming me rezultatin 3-2 me Mape. Makazi është vendimtar në finale duke zhvilluar një performancë të jashtëzakonshme duke udhëhequr ekipin e tij drejt fitores. Forma e tij e lartë e gjithë turneut u shpërbye me çmimin MVP. Ky sukses nga Natus Vincere konsiderohet moment historik për komunitetin shqiptar të këtij sporti, duke dëshmuar se talentet shqiptare po arrin majtë e skenës ndërkombëtare dhe të lojrave elektronike.